Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut Zotit Gjithësisë. Ata e falënderojnë për atij që kërkon ndihmën. Mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pasër dhe për mbi gjithë të dashur besimtarë dhe besimtare që I kanë ndihmuar këtij dini. Mëshira e Zotit qoftë edhe për mbi gjithë ju që jeni sonte këtu bashkë. Falënderojmë Zotin që na mësoi edhe ditë agjërimi dhe me të vërtetë për çdo ditë agjërimi njeriu largohet nga zjarmi I xhenemit. Edhe një ditë tek shpërblimi I Zotit Xhelel Xhelaluhu është me 70 vite larg apo distancë në mes personit që agjeron për hir të Allahut edhe zjarmit të xhenemit. Janë favoret mëdha që na jepi Zoti Xhelel Xhelaluhu. Edhe favoret duhen shfrytzu sepse Allahu Xhelel Xhelaluhu thotë në Kur'anin e Madhëshëm e jamën ma'dudat. Ditë caktuara. Por e shikoni që thuaj se shpejt drejt përfundimit. Sonte domethënë ishte 13 ditë e 14 teravih. Nëse si kom në mërë gabim, po si të gjotë janë tek Allahu Xhelel Xhelaluhu. Pra, ato ditë që hikin nuk thehen më. Pra asnjëri. Vjen një ditë e re që ti ke në dispozicion, e shfrytëzohet edhe ajo kalon. Ajo kalon edhe për atë që ka lind pranë, edhe për ato që është 70 vjeç, për gjithë kalon e ditë dhe ajo nuk vjen më. Pra e mëdhe, punove, agjerove, u fale, si të bësh ajo s'kthehet më. Domethënë e ke mëdh një flerë të ditës së Pra ne unë çuditëm edhe I shoh njerëzit domethënë shumë larg të vërtetës, realitetit, kur festojnë ditëlindjen. Nuk e di. Çfarë mendoj? Gjithë ajo ceremoni. Dikush nga njerëzit dën 10 milion lekë, 5 milion lekë, 6 milion lekë. Fes sepse kanë ditën që kanë lekë. Në një kohë kur ne rilindim çdo ditë. Çdo ditë që çohemi, themi o Zot faleminderit që na gdheve në sot, se ishim tepër. Çdo ditë. Po problemi është se çfarë bën ti. Pra si mund të festosh kur mirësitë dhe begatitë e Zotit Xhelel Xhelaluhu I ke shfrytzu edhe pa thënë elhamdulillah. Kjo është hata. Po kështu kanë hyrë edhe shumë njerëz, edhe muslimanë. Çfarë kishe? Konfes. Dile një e Allahu na ruaj. Popull shumë mrapsh. I thoni mrapsh? I kërkon ai punëdhënësi. I thotë kena shumë punë, po do të rrini punë, po gjesë e keni. Njëri prej tyre thotë unë do festoj të gjithë, do punë vetë punë. Pra një punëtor, me ditë punë, e keni parasysh ditë e punës, ma. Edhe unë nuk mund nëse pse kam ditë lindje. Si e dikun, kemi popull hallexhi, popull fukarat. Jo. Problemin e ke këtëmi. Problemin e ke se s'ke e trumë. Si lërgohesh nga puna për festot e lindje? Kur të mëroj punaj, repushoj të dhide. Të merë, se imaginaj. Qërë gafësh që bëjnë njerëzit. Unë I mëllë 29 vite punë vëllezër. 29 vjetë. U çekit ajo ki regjistrovë në dhëmë, 14 vjeç 2 punë. Po punë të dyta nuk e regjistrovë. Ditën, natën. Punë, vaditje, të gjitha punë. Se kom ditë kur është ditëlindje. Kur ka fest, kur ka vitri, kur ka I majt, ato përgjishë. Absolutisht se dishë. Ke puna. Atje. Pse? Pa puna të runerin, të burnin, të zbarë falë, nëse s'ke për të shtëri dorë njerëzët, nuk merë bërgjë. Ke halla, ke të lashe, kretë puna të zhjithë për lëvjesë e dhejtë. Jo, bërë gjumë, kom të gjinjë sot, se li. E falenderojmë Zotin pra që na e mësoi agjerimin, edhe
faljen e namazëve ditore. Besoj se namazën e sabahut e keni filluar sot gjithë. Inshallah, fillimi hajrit në këtë Ramazan, edhe keni filluar gjanë më të madhe. Unë kisha për të thonë që sa i përket 90% gjanave të veç atyre që keni probleme trupi, shëndeti, që duhet me shku ke mjeku, 90% tjera t'i zgjidh namazin. Edhe fillohet me namazin e sabahut. Edhe unë po them që ke për të bërë zotëri nga Allahu. E në parë, zotëri ke njerëzit. S'ke për të pas nevojë me e shtrej dorën në kujtë. Se ne themim sabah, unë për vele, se pa i lutje. Ka rreth 20 vjetë, se kom rament mirë. O, zotë. Pa shënoni. Asi nuk shok me lapsën e fitore. O, zotë. Më furnizor dhe më begato me një mënyrë që të mos kem nevojë të shtrej dorën kërkujt përveç madhërisë tonë. Kjo ka dhe të uhidin me rëndë, në që je besimtarë dhe shke Zotit. Si do të lutesh 20 vjetë, 50 vjetë, e s'ka për të pranu Allah? S'ke për të ditë derën e borgjën. S'ke për të ditë asnjëherë. Për kontrazi, ka për të furnizor Zotit me një mënyrë që ti ke për të bëjë mirë në njerëzve të tjerë. Kështu, mos e ndani namazin e sabahut. Se ti na këtu për taravi, që ke shprehje s'mund ta heq. Sepse këtë njerëzit tankohen, po vallai s'ka nëse gjonë. Vetëm kanë atë që hanë prej mirësive të Zotit, shfrytëzojnë trupin e vetë, shëndetin, edhe s'tonë alhamdulillah. Edhe për 2 herë ujë se mes si e vullë robi, e në dhe atë përpara Allahu të gjelalu. 2 minuta o sabahu. 2 minuta. Ti ka rëgjësh sigur o thash në mram, ke për të gjëru atë 20 minuta i gjësore. Da mjerë është bërë në të lokali se jo pas kom të vogle, jo pas kom të dhoje, s'ka qitë rogë në e tjesë ke pas rogë në dit, ke për të ngejnë bërë në atje, në bërë mas bërgji, ngejnë vëllaj bërgji, më kanë bona i gjanë. Ja, e bëmi është të. Ke problemi, vetëm të kjo. Shoj që futjo rrugë Zotit. Shtaj Zotit dorë në këtë Ramazan, që të falet me shiroj Allahu, gjellë që nga thu. Një prej vlezër këtu kërkoj tha, na thuj t'i shka për luftën që ka fillohet i. E vërtet onë se na nuk dim shumë gjana për luftën, në gjejmë, por unë kishe për t'ju këshillu ju, edhe vetëm të në, që si këtë qoftë njeriu do t'a bëj bestin e gjithë shkaje, të më thonë, para pregatitje për gjithë shkaje, do t'a bëj njeriu. Normalisht kjo luft, ne e dim që ka shpërthej dhe do të shpërthej. Një nga shkaktarët e rrezikshëm që i shkakton luftët është kamata. Vazhdimi i lekëve me kamatë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ata të cilët e ushtrojnë kamatën, i kanë shpall luftë Zotit. A imagjinoni. Pra gjithë ato shtete, ata banka që vazhdojnë me kamatën, i kanë